Kilometri fundit i Sali Berishës në Kuvend duket se po e përball atë me grad deputete. Seancën e së njëjtës zëvendës kryeministres Balluku, nënë e 2 fëmijëve, nuk i kurseu as fjalën e fundit. Kur ndonjëherë të dashur qytetar nuk keni patur në këtë sallë një grup njerëzish të cilët shkelmojnë mbi interesat tuaja jetike për të mbrojtur, më falni, në pamjet parë vithet e Belindës, në të vërtet Edi Rame. Përgjigjen e mori jo nga burrat socialist. Zonjat socialiste i kujtuan se cilën pjesë të trupit ka ruajtur ish presidenti dhe ish kryeministri i vendit, sa herë është djegur vendi, kur ai ka qenë në krye të tij. Po si ka mundësi që vazhdon të djegësh Shqipërinë prej 30 vitesh vetëm për prapanicën tënde, e të familjes tënde, e të njerëzve të tu, dhe nuk u lodhe për atë prapanicë ti, e nuk u lodhën këta të mbrojturja vetë. Ti doktori e mësuar me gënjeshtrat, sepse ti mohove të afërmit e tu, pasi vdiqën 26 persona në Gërdec. Jeni ka ta ndisur si një orkestër, doktor, bëni muzik me një dajre të prodhuar 81 vite më parë. Por ajo që i vuri Sali Berishës pikat mbi ishte ministria e brendshme. Je gënjeshtar patologjik, përveç se je dhunues dhe një porositës kronik i dhunës, i derdhjes së gjakut, e ke në gena të gjakun që do ta derdhësh me patjetër, përveç këtyre, mbyll edhe sytë edhe gënjen, nga mëngjesi deri në darkë, po si së vjen zor pak, nuk ke, po zaten prandaj të ka dënuar historia, i ke fantazmat aty në dollap i ke, dhe sigurisht nuk e marrë drejtësi deri më sot, po shpirtrave nuk u shpëton dot. Shpirtrave të gjithë atyre që ke dhunuar, ke përgjakur, ke vrar, nuk u shpëton dot, do të përndjekin. Nëse ka një ngjarje që Sali Berishën e ndjek pas është 21 janari, me ngulm të njëjtin skenar e kërkonte edhe mbrëmjen e 10 shkurtit, por deputeti Agron Malaj, ish komandanti i njësisë speciale të Gardës së Republikës 15 vite më parë, ja bëri të qartë diferencën mes asaj dite të tmerrshme për Shqipërinë dhe fishek zjarreve të Sali Berishës. Në të vërtetë nuk ka ekzistuar kurrë një grup zjarri. Dhe ata që e bënin si janarin, i janë përgjegjës kryesor janë pikërisht këta këtu. Këta këtu, që me veprimet dhe mos veprimet e tyre, kriju një situatë të tillë. Kriju një situatë të tillë që është turpi më i madh për këta. Lejeni si janarin drejtësisë, të bëj punën e saj drejtësia, dhe ta shikojmë se si do të jetë e vërtetë ai si janari. Faleminderit.